Zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma dhe mirë se erdhet në 1+1. Sot hapim një temë që prek drejt për drejt gjepin e qytetarëve dhe besimin në sistemin shëndetësor. Pushimet mjekësore. Një e drejtë ligjore për çdo të punësuar, por apo shndërrohet kjo e drejtë në një skem keq përdorimi, ku çdo i pesti rast në MPB rezultoi para disa ditësh me paregullsi. Tani lind pyetja, a kemi të bëjmë me raste të izoluara apo me një fenomen të përhapur ndoshta edhe në institucionet të tjera, që po i kushton miliona euro buxhetit të shtetit? Ku ka qenë kontrolli deri më tani edhe pse alarmin ndizet vetëm tani? Apo dëmtohet fondi për sigurimin shëndetësor dhe nëse po, kur dhe në cilat raste, dhe apo dëmtohet bashkë me të edhe besimin e qytetarëve në sistem? Sonte kërkojmë përgjigje të drejtë për drejtë, ku dhe sa janë këto dyshime për keq përdorime reale apo fiktive, kush duhet të mbaj përgjegjësi dhe kush pëson më së shumti. Për më shumë detaje, sonte në studio është drejtori i sektorit për komunikime në Fondin e Sigurimit Shëndetësor, Irfan Limani, ndërkohë unë pa humbur kohë, mirëmbrëma, mirë se erdhe dhe faleminderit që pranot ftesën në këto momente, i themi zotri Limanit. Mirëmbrëma dhe mirë se gjeta. Është kënaqësia jonë. Zotri Limani, çfarë po ndodh me pushimet mjekësore të punësuarve në institucionet shtetërore? E drejta e pushimeve mjekësore është e garantuar me ligj. Kohë të fundit kishim një aksion më masiv për kontrollin e këtyre pushimeve mjekësore dhe në disa vende edhe pse pak u konstatuan paregullsi. Aksion i filluar nga ju apo me paralajmërim të dikush? Jo. Bëhet fjalë për konkretisht për institucion që ka bë kërkesë të neve që të kontrollojmë pushimet mjekësore të punësuarve të atyre. Në rastin konkret është Ministria e Punëve të Brendshme. Neve e kemi kryer atë kontroll, e kemi bë kontrollën, e kemi hasur paregullësit, kemi numra se sa janë të rregullta, në shumicën e rasteve janë në rregull, mirë po kemi hasur edhe në paregullësi. Ti marrim një nga një të shtruar gjitha çështjet. Sa pushime mjekësore janë hapur vetëm këtë muaj, ose nëse keni statistika dhe të dhëna, sa pushime janë hapur gjatë muajit mars, prill ose nga fillimi i këtij viti? Çfarë informacionesh kemi? Informacionet për pushimet e hapura mjekësore i ka sistemi, i kemi, mirë po nuk mund të japim numër të saktë për shkak se ai numër ndryshon ditë më ditë. Deri më sot, që flasim e premte 17. Ndryshon ditë më ditë, nuk mund të japim shembull për prill. Mirë po, aksioni jonë që kemi bë pak përpara, shifet se ka dhënë rezultate, për shkak se unë i kam për muajin e parë, muajin e dytë dhe muajin e tretë, sa pushime mjekësore janë hapur, kemi rënje drastike të numrave. Pse rënje drastike kur tashmë para 2 javë e keni bërë këtë aksionin në MPB? Jo, aksionin neve e kemi bë shumë më përpara, mirë po ato lëndë janë përpunu edhe raportin final MPB-s neve ja kemi dhënë MPB-s para 2 javë, kur edhe veç mu e bëm të hapur për publike, që ashtë. Tani, a ka evidencë, me që se nuk e di numrin sa është, po thoni se ka rënje drastike të pushimeve mjekësore, a ka evidencë Fondi për Sigurim Shëndetësor se sa prej këtyre pushimeve janë reale dhe sa mund të jenë fiktive? Kështu, në këtë rast, pasi që kishim kërkesë, neve e hetuam se ka paregullsi, ka dalim, të merremi vesh, ka dalim fiktive edhe ku janë konstatuar paregullsi. Në rastet konkrete, kishte paregullsi. Evidencë, neve kontrollet tona i bëjmë gjatë tër vitit, jo vetëm tashti. Po, pyetja ishte shumë e përgjithshme. Sa është numri i pushimeve mjekësore të hapura, jo vetëm në MPB, gjatë këtyre 2-3 muajve, ose fillim të vitit, ose qoftë edhe këtë gjatë muajit prill, dhe sa prej tyre, a keni evidencë, sa prej tyre që janë hapur deri në këto momente, janë reale, dhe ndoshta keni dyshime se mund të jenë fiktive për shkak të ndonjë kërkesë që më vonë do ta bisedojmë këtu? Por derisa nuk na bëhet kërkesë, neve nuk mund të shohim. Ne bëjmë kontrollet tona sipas planit vjetor, sipas planeve mujore, mirë po nuk hasim çdo herë në paregullsi. Aty ku hasim
në përrregullsi, neve veprojmë. Nëse një punëdhënës na bën kërkesë që neve duhet të kontrollojmë pushimin mjekësor të punësuarëve të tyre, neve atë e bëjmë edhe japim raport. Kjo është, do me thonë, nëse në pyetjen e radhës ju parashtroj se si funksionon kontrolli i pushimeve mjekësore, kjo është? Kontrollin e pushimeve mjekësore neve e bëjmë edhe në mënyrë të rëndomt. Do me thonë, ju përmenda pak përpara se kemi plane vjetore edhe plane mujore, edhe neve veprojmë, neve kontrollojmë. Si e kontrolloni? Nëse unë në këtë institucion kam hapur pushim mjekësor, i cili punëdhënësi im, hipotetikisht, nuk ka bërë kërkesë deri te ju për të verifikuar a jam me të vërtet? Neve i bëjmë ato në çështje rasti, do me thonë, të rastësishme janë kontrollet tona që neve i bëjmë. Pra, ligji parashek edhe pa kërkesë. Edhe pa kërkesën, neve i bëjmë shkaku se duhet të mbrojmë edhe institucionin tonë në atë rast. Deri në këto momente që flasim, sa pushime për këtyre që janë hapur deri në këto momente, janë reale dhe ndoshta keni dyshime se mund të jenë fiktive? Nuk mund të bazohemi në dyshime dhe supozime. Nëse kemi kërkesë, neve do të shqillojmë, neve do të bëjmë kontrollin, edhe atëherë do të dalim me të dhënat të sakta. Sa pushime mjekësore momentalisht po i jetoni? Jetohen në bazë të planit mujor edhe në bazë të planit vjetor që kemi. Tani, a ka alarm për keq përdorime të shumta të pushimeve mjekësore në për shumë institucione, dhe nëse po, ku më konkretisht përveç të MPB-ja? Nuk mund të thuhet se ka alarm. Punëdhënësit, pasi që punëdhënësi për neve është partner, shkaku se pagun sigurim. Institucionet shëndetësore po ashtu janë partner, pasi që japin shërbime shëndetësore. Na shesin neve shërbime shëndetësore. Mirë po, në radhë të parë, në piedestal, për ne çdo herë është i siguruar i jonë. Edhe neve veprojmë, nëse kemi alarm, nëse kemi kërkesë, neve e bëjmë kontrollin, e informojmë punëdhënësin. Nëse ka përrregullsi, atëherë shkojmë edhe i japim masat e duhura nëse i ka thi rregullat shtëpisë shëndetësore. Thatë se nuk është alarm, por a është dukuri, zotëri Lemani? Nuk ka sistem perfekt asnjëherë. Ka, mundohemi për çdo ditë që ato t'i minimizojmë ose t'i zhdukim komplet. Po kush duhet të mbajë përgjegjësi në këto raste? A duhet të mbajë përgjegjësi fondi, punëdhënësi, apo vetë të punësuarit që ndoshta keq përdorin pushimet mjekësore? Përgjegjësia është apo mjekat e harrova edhe këtë pjesë. Përgjegjësia është konform ligjit. Do me thonë, mund të mbaj përgjegjësi punëdhënësi, mund të mbaj fondi, ajo është çështje individuale. Ati ku është bë përrregullsia, ai do të mbaj përgjegjësinë. Për herë është çashtu. Edhe në bazë të eksperiencës që keni pasur me këto pushimet mjekësore, kush është gjobitur deri më tani nga Fondi për Sigurim Shëndetësor? Nëse janë bë shkelje të përrregullsive, atëherë mjeku konkret ose shtëpia shëndetësore konkret në bazë të kontratave që i kanë të nënshkruara me ne, aty është se nëse ka përrregullsi, sakt dihet se ato duhet të gjobiten. Gjobiten me të holla? Me të holla, po, janë të përcaktuar. Sa deri më tani e keni gjobitur? Nuk mund t'ja them me numër, po ka, vazhdimisht ka. Dhe çfarë parashef ligji se sa para dyshohet se mund të keq përdoret me pushimet mjekësore, gjithmonë flasim deri në momentin kur pushimi mjekësor vjen në kurrizë të Fondit për Sigurim Shëndetësor. Për sa para? Në rastin konkret nuk mund të thuhet çashtu. Shkaku se kur flasim për pushimet mjekësore të konkretisht të Ministrisë së Punëve të Brendshme, është një fenomen, është një dykuri që vetëm ata edhe Ministria e Armata, vetëm ata i paguajnë pushimet mjekësore në bazë të marrëveshjeve tyre kolektive 100%. Dhe ditat ishin 28, 29. Komplet, sa është, muj çaq ata e paguajnë. Dhe ku janë bërë keq përdorime? Kështu që në rastin konkret Fondi s'ka keq përdorim. Jo, në rast të institucionit. Këto përrregullsi që janë konstatuar financiarisht, nëse e marrim, ato dëmi është bë punëdhënësit në rastin konkret, shkaku se ju keni quar raport. 30 ditë e kanë paguar. E paguajnë ata. Nëse kalon mbi 30 ditë, atëherë vijnë pagesat te ne.
Nëse vinë pagesat e në, atëhere neve paguim si kur gjdo ndërmarje tjetër nëse është i punësuar 70%, edhe të punësuarit e MPB-s edhe të ARM-s i hikin që të vinë të ne pagesat të vijet të ne, kështu që në gjdo moment ato janë atje. Bëjnë ndërprerje, momentin e fundit, ditën e fundit, mund të bëjnë ndërprerje një ditë, e shfrytëzon pushim, edhe pastaj e qelë prapë. Edhe të ashti që ati për zdyti herë të qelë pushimin mjekësor atëherë për neve kontrollojmë se si mjeku me të njëjtën diagnoz prapë ja vazhdon pushimin edhe ati bën gabim ose shkelje të rregullore s'bën mjeku. Deri më tani, deri në këto momente që flasim, a janë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme nga ana e fondit? Po, merren çdo herë edhe do të merren edhe në të ardhmen. Pra, parashet diçka ligji se si do të rikuperohen mjetet e keq përdorura? Parashet do një ligj, do një gjë? Në rastin konkret nuk mund të parashef se a do ketë rikuperim shkakut se atë që u atregova ashtu. Po në rast e kur përshem? Neve kemi bo raportin për gjdo të punësuar që Ministria e Punëve të Brendshme na ka bë kërkes, neve e kemi kontrolu për gjdo njërin, një nga një, me emër e mbi emër, atë raport. Ja kemi dërzu Ministrisë e Punëve të Brendshme, edhe ata merren në bazë të ligjit për marrëdhënie pune, edhe në bazë të marrëveshjes. Po në rast se kur është dëmtuar buxheti i shtetit, buxheti i fondit, më falni, dhe kur pushimi mjekësor i X personit ka të kaluar te fondi, dhe kur ju hipotetikisht keni nuhatur dhe është bë parregullsi për pushimin në fjalë, si keni kthyer parat? Ekziston ndonjë ligj, ndonjë nen? Atëherë duhet që shtëpia shëndetësore, mjeku konkret, gjobën, se veç mo pagesa neve e kemi bo, e qojmë në instancat të më të tjeshme. Dhe me thonë e paraqesim raste, se ka raste drastike ku bëhen keq përdorime të mëdhaja, neve ato që ka e bëjmë me shtëpinë e shëndetit ose me mjekun am, që ka dhënë duke e shkelur rregulloren e fondit, e ka dhënë pushimin mjekësor pa baza. Sa është gjobe e mjekëve? Kemi 15, kemi 30, kemi 75.000 dinar, kështu që nuk është vetëm ajo. Nëse janë bërë shkelje drastike, lënda për cilët në organet kompetente në procedurët e më të tjeshme. A keni pas dhe një rast që i keni quar? Kemi pasën, edhe nuk mund t'ju them numra, më falni. Epilogu përfundimtar cili është? Keni fituar apo jo? Kemi pas edhe ku kemi fituar, kemi pasën ku ende janë në procedurat të neve zgjatin shumë qashtë. Juftoj të ulemi për të diskutuar mahusisht për gjitha këto. Urdhëroni. Faleminderit. Të nderuar shikues, jemi në pjesën e dytë të intervistës 1+1 për Ballmeje dhe i ftuari ynë sonte është drejtori për komunikim në Fondin për Sigurim Shëndetësor, Irfan Limani. Pra të vazhdojmë me këtë raportin e fundit për të cilën është dhe shkak të bisedës sonë sonte, është rasti i konkret me pushimet mjekësore në MPB dhe a kemi të bëjmë me një abuzim masiv apo me dështim të sistemit dhe flas për rastin e MPB-s, me rastin e të punësuarit dhe pushimet mjekësore të tyre, dhe çfarë keni shënuar në raportin e punëdhënësit, në këtë rast përfaqësuesit menaxhimenti i Ministrisë Punëve të Brendshme, lidhe me këtë rast. Urdhëroni. Nuk mund të thuhet se ka ndonjë abuzim masiv, për shkak se punëdhënësi në rastin konkret Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë kërkesë deri te neve që të bëhet kontroll, këto janë kontrolli pushimeve të targetuara. Edhe si rezultat e asaj, juve që e përmendët përpara se çdo i pesti ka dalë që ka pas me dyshim ose ka pas parregullsi. Sa është numri i tyre të këtyre pushimeve mjekësore që ka bërë kërkesë Ministria e Punëve të Brendshme? Unë kam një statistikë që nxorra për ashtu se sa kontrolla kemi bë në MPB, jemi duke folur gjithmonë në fillim. Qashtu, do me thonë, janë bë kontrole për 80 persona, gjithsej 514 pushime mjekësore. Këto janë të dhëna që neve veç më i kemi bë publike. Po. Parregullosi janë konstatuar në 100 raste, i bie 19.5%.
Paregullësi ka pas të 29 persona, ose 37%, janë kontroluar 105 institucione, që ka i bie se në një institucion ka mund të ketë edhe disa të punësuar. Institucione në kuadër të MPB-s? Jemi duke folur në institucion. Institucione, unë tani do doja... Flas për institucione shëndetësore. Dhe me thonë, janë kontrolu 105 institucione për rastin e MPB-s. Për rastin e MPB-s. Që ka i bie se për një kontrol mjekësor, që të bëjmë kontrollimin e një kontrolli mjekësor, kontrollohet, dhe me thonë, mjekuam, se ati nisën procedura, kontrollohet gjithashtu edhe komisioni i mjekëve të fondit, se ata e miratojnë mbi 30 ditë, mbi 15 ditë nëse është, shkon në komision edhe komisioni i miraton, kontrollohet mjeku specialist, shkaku se aje ka dhënë raportin që të ketë vazhdim të pushimit mjekësor, kështu që mlidhen numri 105 që e përmenda, kështu mlidhen. 105 dalin se kanë pas paregullësi. 105 institucione shëndetësore janë kontrolluar. Nuk do të thotë se të gjitha ka pas. Prej këtyre 1/5 a ishte informacion që dolin nga ju. Qashtë. 1/5 të punësuarve faktikisht kanë rezultuar me paregullësi. Çfarë ishte paregullësia në hapjen e pushimeve të tyre? Kush e ka bë gabimin? Pra, e bëri mjekuam, specialisti apo çfarë? Është çështje delikate. Paregullësi ka, parashtrohet pyetja, a është me dije apo pa dije, të shkojmë ke mjekuam. Mjekët gjithësisht nuk u përmbahen kriterjeve që janë të parashkruar në rregullore. Fondi ka rregullore, në përpilimin e asaj rregullore dhe në miratimin e asaj rregullore kanë marrë pjesë punonjës të fondit me përvojë të gjatshme si të punësuar në fond, kanë konsultuar ekspert të lëmive të ndryshme edhe e kanë përpilu, e kanë ajo rregullore e jona nuk ja kalon asgjë shkakut. Do me thonë, për çdo diagnoz është caktu sakt se sa ditë mund të ketë pushim mjekësor. Kur gjë nuk do të bëjnë mjekët vetëm t'i përmbahen asaj diagnoze. Ku lind problemi? Problemi lind se nëse i punësuari, individi, i sjell një raport nga mjeku specialist për ndonjë diagnoz ku parashihet 8 ditë, ai thot 10 ditë pushim, mjeku jep 10 ditë. Neve çati e kemi hasë se mjeku ka gabu. Me vetdi apo pa vetdi, kur e përmenda. Po ju jeni me shumë, nëse nuk jam gabim, 3 dekade jeni në fondin për sigurinë shëndetësore. Apo, e më gabim, apo përmi 13? 2 dekada e gjysëm. 2 dekada e gjysëm, atër kërkoj ndjes. Pra, nga eksperienca, nga përvoja juaj, janë këto me dije ose pa dije gabime, apo janë bë me qëllim? Nuk mund të them një gjë të tillë, nuk mund të them hapt edhe para publikit jemi. Kështu që do t'i përmbajmë kësaj. Okej, në rastin konkret. Shkojmë në atë që neve kemi konstatu, përmenda në fillim. Do me thonë, neve punëdhënësin e kemi partner. Nëse ai kërkon nga neve do t'ja kryjmë punën. Pa dyshim. Por, diagnoza. Një paregullësi ishte diagnoza, jo e shënuar, po diagnoza ditët e numëruara të përcaktuara në metodologjinë e fondit për x arsye të pushimin mjekësor. Pra, diagnoza ka qenë gabim edhe ditët e përfshira në pushim mjekësor. E para, e dyta, çfarë keni konstatu tjetër? Kemi konstatu se për diagnoza ku nuk parashihen pushime mjekësore 10 ditë, ai ka dhënë 10, mjeku am i ka dhënë 10 ditë. Kemi pas lëshime se mjeku am deri në 7 ditë për të dhënë pushimin mjekësor i jep vetë, nuk i duhet asgjë. Prej 7 deri më 15 ditë, ai duhet të ketë spaku një raport të RTG-s, një raport të RTG-s ose një raport të laboratorisë. Ka lëshime, nuk ka raport të laboratorisë, ka dhënë mbi 7 ditë, qatë drejtë se ka, edhe që kjo është një nga paregullësi. 2. Tjetër, nga anët punësuarit, keni hasur që kanë shfrytzuar pushimin mjekësor? Keni hasur dhe një gabim?
Nga ana atyre që Që shfrytëzojnë, shfrytëzuesit e pushimit mjekësor. I punësuari nuk mund të hasim gabim të ai se neve nuk jemi kompetent që të kontrollojmë gjendjen e tij shëndetësore. Tjetër kush është kompetent që mund ta institucioni përkatës i cili ka institucion për çast. Pra, tani në këtë rast, sa dënime keni shqiptuar të mjekuan? Për rastin konkret të MPB-s. Për rastin konkret nuk e kam numrin e se sa dënime, po e kam një cifër 1.2 milion denar. Dënimet janë ndaj mjekëve am. Ama flasim në përgjithësi tani. Në përgjithësi për rastet e MPB-s vetëm. Për rastet e MPB-s. Vetëm për rastet e MPB-s. 1.2 miliard denar, milion denar keni shqiptuar gjoba ndaj mjekëve. Ordinancave mjekësore. Për cilën periudhë të vitit? Për sa mujor kohë? Për vitin 2025, se këto kontrolla janë bërë në vitin 2025. 2025. Dhe sa është lista e mjekëve? Nuk mund t'ju them, nuk e kam qatë të dhënë se sa është lista e mjekëve. Nëse e marrim se... Jo, se dëshiroj t'ju pyes se sa prej tyre i kam pagu dënimet, gjobat. Kështu. A shkon drejt për drejt në kontën e fondit? Jo, ato neve i kemi caktu këtë gjoba. Ato kanë drejt ankese. Në fond për sigurim shëndetësor ekziston komisioni i shkallave ditë. Mund që ato ankesa dënjorat të miratot, mundet edhe të hidhet. Po, këto para që i keni shqiptuar janë goxha të mëdhaja. Të mëdha, në fakt, dhe sa për tyre i kanë shly borgjin? Është faza e ankesave, kështu që nuk mund të jepim neve... A, ende s'ka fillu shlyerja? Ende nuk mund të themi se sa prej atyne mund ankesa do të pranohet. Por përveç këtë vitet dhe vitin e kaluar, ma heret nuk kemi dëgjuar rastet të tilla. Pse tani po ndezet alarmi për pushimet mjekësore, ma vonë do flasim dhe për ndërhirjet e panevojshme kirurgjikale edhe kështu me radhë. Pse bash tani? Pra, keni nuhatur diçka para se të... Ja. Neve asnjëherë nuk veprojmë me të nuhatur. Neve në fond për sigurim shëndetësor ekziston një ndër sektoret është sektori i kontrollës. Ai sektor për çdo vit, në fillim të vitit bën plan vjetor. Edhe ai sektor ka edhe plan mujor, se neve veprojmë në mbar territori, neve kemi 30 njësi rajonale në Maqedoni, edhe në çdo njësi rajonale neve kemi kontrollor që kontrollojnë në për ato njërsi rajonale. Edhe të kemi nuhatur, nuk është bë kaq publike, shkaku se ka qenë minimale ato... Po vetën e keni filluar publikimin e lajmeve, azhurimin, përditësimin, shpesh keni preskonferenca. Kjo është edhe shkaku për të cilën më parë një sonte jeni ju bashkë këtu, për shkak se kjo mision është aktualitet dhe gjithmonë i japim, të themi, i ftojmë kompetentet që lidhen me aktualitetin brenda javës së kaluar ose këta javë. Pra, kur jemi duke folur edhe një gjë, kur jemi duke folur për përgjegjësi, tani përveç ndëshkime financiare, në fillim përmendet ka edhe përgjegjësi penale? Kur shkohet deri në fund? Nëse janë raste më të rënda, atëherë neve nuk caktojmë ne përgjegjësi penale. Po, kërkoni drejtësi në organet... I procesojmë në organet... Sa lëndë keni jashtë në organet? Nuk mund t'ja them numër, më falni. Janë shumë? Jo, nuk janë shumë. Shumicën e lëndëve i zgjedhim aty për aty në institucionin tonë. Më tregoni se a ekziston? A mund të ndërhy pak kur thatë se vete keni bërë shumë? Publike, po. Publike. Po, shpesh bajni preskonferencët nga ana e drejtori juaj të fondit, Klekovski nëse nuk jam gabim, pra shpesh ka rrisi. Po, ka pas gjithmonë rrisi. Rrisia aktuale është se jemi bë më transparent. Unë me plot mburje mund të them se si drejtori i sektorit për komunikim, vitin e kaluar, në vitin 2025, arritëm që web faqja jonë të merë vendin e parë për transparencë. Dhe atër nuk habiteni pse ju pyes ma detajisht, edhe pse nuk kemi përgjigjet konkrete. Unë do doja të pyes sa a ka raste kur një mjek ka lishuar dhjetra pushime për të njëjtin institucion, për shumë njerëz të punësuar, kjo është e para, dhe a ekziston një listë në Fondin për Sigurim Shëndetësor të mjekëve, të cilat
i keni targetuar, ma herë ndoshta i keni gjobitur, nuk është më rëndësi, që gjithmonë jeni sy e vesh kur vjen ndonjë pushim mjekësor. Të do një punësuar... Mos ndoshta është pijati mjeku. Po. Jo. Nuk ekziston që ekziston ashtu. Nuk ka raste konkrete ku ndonjë mjek ka lëshuar më shumë pushime mjekësore për ndonjë institucion, çashtu raste nuk kemi. Kemi 2-3 pushime mjekësore ku punojnë të njëjti institucion, mirë po ajo nuk do të thotë se është numër shumë i madh. Pra, e kam shënuar edhe një pyetje, kush dhe si do kthejnë këto para? Ka ndonjë mekanizëm, ju treguat sa 1.2 e keni shqiptuar, po jeni në pritje të fazës të ankimimit. E ankimimit. Dhe sa janë gjobat, në fillim e përmendëm, sa janë gjobat për mjekët, për ordinancë mjekësore, minimum dhe maksimumi? 15.000 deri në 75.000 dinar, ma e madhja. Ma e madhja. Qashtë. Ka ndonjë mjek, ndonjë ordinancë që 2 herë i keni gjobitur kështu? Keni shqiptuar dënime? Ka. Për pushimet mjekësore? Ka, edhe herën e tretë nuk guxon të gaboje shkaku se i prishet kontrata. Licenca? Kontrata me fondit. Qashtë. Dhe në këtilla raste nuk keni hasur, nuk kanë ardhur. Ende nuk kemi ardhur në ato, janë të kujdesshëm. Dhe tani, a është ky fenomen i izoluar? Shumë sinqerisht ju pyes. Vetëm në MPB, apo ndoshta situata është më e rëndë edhe në për institucione tjera. Tash ju pyes si një ekspert i cili e zotron materien në Fondi për Sigurim Shëndetësor. Është rast izoluar vetëm në MPB apo ka edhe në institucione tjera? Unë do t'ju them atë se shkakun që paraprakisht e përmenda, ku ata të punësuarit në MPB edhe në ARM, për shkak se kontratave kolektive të tyre ku 100% e marrin prej ditës parë pushimin mjekësor, nëse janë në pushim mjekësor. Deri ditën e? Deri ditën e fundit, deri ditën e 30, edhe ata pastaj e vazhdojnë edhe 30 tjera, kështu që institucionet tjera, shkaku se pagesa përveç se pushimet e lehonisë, ku ati nuk kemi problem, pushimet mjekësore që janë të lehonisë. Po, qartë. Ati nuk kemi problem, se ati është punë... Gjendje faktive, reale... Qashtu, do me thane ka fitu drejtën edhe 9 muaj e merë kompenzimin 100% prej ditës parë. Këtu, prej ditës parë, deri në ditën, për krejt institucionit, deri në ditën e 30, pagesa për pushimin mjekësor është në barë të punëdhënësit. Nëse kalon mbi 30 dit, atëhere vinë të ne. Sa ankesa keni realisht nga punëdhënësit? Sa ankesa ju vinë në bastë mujore, javore, si keni ma kollaj, ma let, si informacion? Nuk mund t'ju përmend. I keni 10, 20, 15. Nuk mund t'ju përmend numra, por shkaku se neve kemi një persona të kontrolit mobil, ku janë gjithsej 6 veta, edhe ata mund t'im rrinë sot për sot, ose sot për nesër të bëjnë kontrolin nëse kemi ankes, kështu që nuk janë edhe shumë. Kontroli edhe njerë mobil që shkruat... Që ka për detyrë, nëse na vinë kërkes prej punëdhënësit, ata aktivizohen me njëherë edhe... Dhe ku shkojnë? Te i punësuar i cili shfrytëzon pushimin mjekësor? Jo. Apo te mjeku? Ato shkojnë në bazë të kërkesës që kemi, ata nisin pika fillestare është ke mjeku am, shkaku se ai e ka hapur pushimin mjekësor, edhe deri më 15 ditë ai e arsjeton. Nëse vazhdon mbi 15 ditë, pim 15 deri e tenalt, prap ai e dërgon ke komisioni i mjekët fondit. Kështu që nis procedura nga atje. Po nuk shkojnë të punësuarin në shtëpi. Jo, nuk e bëjmë, neve ata nuk e bëjmë. Tani, përveç më pëbën dhe armatën, se cilët... Atë të drejt e përdorin shpesh edhe e kanë atë të drejt punëdhënësi. Nëse ai konstaton se dëni, e ka bë keq përdorim, mund të mos na informon neve, formon komision të vetin edhe ndodhin kështu. Jo, se përmendet kontrolli mobil. Pra, përveç armatën, më pëbën që kanë... E kisha fjallën kontrol mobil që të veprojnë qati për qati. Po, aty për ati, kur bëhet fjallë për... Për është edhe emrin e mbanë kontrol mobil. Tani, e përmendem armatën, e përmendem më pëbën marrëveshjet kolektive, po a nuk keni frikë se ndoshta në institucionet e tjera situata me pushimet mjekësore është më e rëndë se sa të MPB edhe kështu? Po mundohem zotri Limani të marrë një përshtypje ose një
qëndrim më të gjerë për si është gjendja për institucionet të tjera shëndetësore, më falni, shtetërore. E përcjellim, derisa nuk kemi kërkesë, nuk mund të bëjmë neve asgjë. Por ju thatë në fillim se pavarësisht kërkesës, ne mund të bëjmë dhe bëjmë vazhdimisht kontrole të vazhdueshme. Blitz kontrolla të pushimeve mjekësore. Të hapura i keni në sistem? I kemi. Blitz kontrolla të pushimeve mjekësore. E shihni diagnozën, e shihni ditët. E shohim diagnoza, mirë po, ajo është blitz, a do të gjejmë që ato që duam, apo neve do të shkojmë edhe do të kthehemi, s'kemi gjetë asgjë, neve kontrollën e bëjmë. Pra, nëse ju pyet se kjo është vëzhgimi juaj. Sektori kontrollit funksionon non-stop. Tani kur jemi duke folur për këtë troç, kemi të bëjmë me një sistem të dobët, apo neglizhencë institucionale, apo për mungesë të qartë ligjore për forcimi, kornizë e kështu me radhë. Çfarë mendoni ju? Nuk ka sistem të përsosur. E thatë në fillim. Qashtu, kështu që mund të ketë edhe mangësi, mundohemi që ato mangësi qofshin në ligj, qofshin në rregullore, ti në bazë të përvojës të përditshme që e kemi, ku hasim në probleme. Nuk mund t'ju them vetëm thjesht deshta të përgjigjem në pyetje se sistem të përsosur nuk ka, neve veprojmë edhe ndryshojmë gjëra. Do të thonë përmirësojmë procedurat në rregullore nëse shohim se diçka kemi lëshuar në rregullore shkaku se rregullore është baza e punës. Baza e punës. Po çfarë mekanizme të rinj mendoni se duhet të vendosen për të tejkaluar të gjitha këto pa rregullsi me pushimet mjekësore? Këtu e them edhe këtë procesin e ankimimit, stërzgjate procedurave, kështu me radhë, do shta them unë, do shkojnë edhe 5-6 muaj derisa i shlyen, derisa i marrni këto 1.2. Fokusi është në forcimin e mekanizmave të kontrollës, intensifikimin e kontrollave, sa më shumë të ketë kontrolla. A keni të mjaftë të punësuar në? Kemi. Edhe punojmë në procesin e digitalizimit, ku do të jemi më transparent, kështu që do të mundë sa më shumë të ndikojmë që nëse ka parregullsi ata të minimizojmë. A është mjaftueshëm me që se përmendi digitalizimin? A është mjaft i digitalizuar sistemin juaj për të verifikuar në kohë reale të gjitha pushimet mjekësore? A është mjaft apo duhet edhe pak të përditësohet? Punohet në faza, mirë po punohet. Punohet në faza, ende punohet... Për sistemin, për verifikimin e kështu me radhë. Pyetje radhës, në këto momente që flasim, a mund të garantoj sot fondi se pikërisht kjo praktik shumë shpejt në të ardhmen do të jepet fund të themi të keq përdorimeve në të ardhmen. Pra, do të kemi diçka që do t'ju lehtësohet puna edhe juve, edhe do të jepet mesazh se gjithmonë jemi duke folur për një sistem shëndetësor, për pushime mjekësore të cilat kontributet e qytetarëve dhe punëdhënësit janë. Pra, këtu luatet edhe besimin e qytetarëve në fondin. Pra, pyetja është, a mund të garantohet sot fondi se kjo praktik do të jepet fund në një të ardhme të afërt e kështu me radhë? Punojmë në atë për çdo ditë. Garant 100% asnjë nuk mund të jetë, nuk mund të garantohet 100% se do të zhduket si dukuri, mirë po punojmë që ta minimizojmë ose të jetë sa më pak të keq përdoret, por kemi kujdes se neve si fond, shkaku se thash se të siguruarin e kemi në piedestal, në vend të parë, nëse ka nevojë mund ndonjëherë ta lëshojmë edhe një apo dy paralemrime? Jo, një apo dy pushime mjekësore edhe pse ka parregullsi, por mos e pengojmë ndonjë që me të vërtet ka nevojë edhe ta pengojmë që ta frikësojmë mjekun nam që mos jep edhe atij që ka nevojë. Kështu që aty duhet të jemi të kujdesshëm, kështu që nuk kisha thënë se duhet të bëjmë hapa drastik që ta zhdukim. Punojmë që të minimizojmë këto raste. Pra, deri në këto momente që flasim, deri ku ka arritur edhe procedura për ndërhyrjet e panevojshme kirurgjikale, dini ju fort mirë se keni pas diku rreth 3 apo 4 preskonferenca tematike për thënjet e kardiologut Sashko Kedev, dhe keni filluar edhe procedura ju. Momentalisht unë e di se sa e dim ne publikun është se në komision është formuar një komision me kardiohirurg të
huaj që bëjnë ekspertizën, verifikimin e kështu me radhë, por ju deri ku keni arritur me këto? Sa ankesa kanë arritur në FSSH, në çfarë faze është procedura? Ai komision është e ka formu Ministria Punëve, e ka formu Ministria e Shëndetësisë, gjithsesi vendimin për formimin e atij komisioni ka nënshkruajt ministri aktual. Ai komision punon, fondi është i kyçur jo direkt, shkaku se ato janë mjek ekspert ku duhet të shohin. Po ju në ndërkohë para kur ishte kështu, bënët një thirrje të gjithë qytetarëve të sigurumve që të paraqisin raste të cilat ata mendojnë se janë dyshim. Edhe si rezultat i asaj thirrje, deri tek neve kanë mrri 13 raste gjithsej. Që ato raste, neve me njëherë i kemi përcjell te komisioni, sa i kam unë informatat ai komision momentalisht rastet shfrytëzohen edhe nga ekspertët e jashtëm, spaku qashtu. Në këtë rast jeni dëmtuar ju si fond për sigurim shëndetësor nëse verifikohet gjithmonë e vërteta dhe pretendimet e kardiologëve. Nuk do të jap ashtu ka institucion kompetent se si do të përfundoj puna e atij komisionit dhe ato do të japin çato informacione. Pra jeni të vetëdijshëm se bëhet fjalë për një shumë e konsiderueshme të nëse gjithmonë flasim, nëse verifikohet pretendimet se janë keq përdorur, në fakt se janë bërë ndërhyrje të panevojshme kirurgjikale në për spitalet private. Të presim se si do të përfundoj puna e atij komisionit. Çfarë bashkëpunimi keni aktualisht me këtë komision? Fondi me... Vetëm ju dorëzojmë të dhënat, shkaku se ekspertizën e bëjnë ata. Neve vetëm nëse duhet të dhënat, nëse kërkesa bëhet te ne vetëm e përcjellim deri te ata. Po kush duhet i kishte kontrolluar spitalet private nëse kryen ose jo ndërhyrjet e panevojshme kirurgjikale sipas jush? Kush duheshte? Kështu, spitalet private, fondi i kontrollon spitalet edhe ato private nëse ka marrëveshje, nëse ka kontratë. Neve kemi kontrat edhe me spitale private, por disa sëmundje, për shërimin e disa sëmundjeve. Në rastin konkret ndërhyrjet kardiovaskulare. Nëse nuk kemi... E di se keni parashikuar edhe buxhet të caktuar për ndërhyrjet e nevojshme. Nëse nuk kemi kontrat, atëherë neve nuk mund të bëjmë kontroll në ato spitale. Po me të gjitha këto... Në këtë rast, neve kemi edhe bëjmë kontroll. Mirë po, bëjmë kontrolën administrative në atë në harxhimin e buxhetit, si e kanë harxhuar buxhetin, ne kemi kontrollorët tanë, nuk bëjmë inspektim. Inspektimin e bën tjetër organ. Ajo është direkcioni sanitar, shëndetësor, ashtu... Po mjetet i shlën fondi? Po, mjetet i shlën fondi. Jo sigurisht e dini se ku i lishoni. Mirë po, nuk e bëjmë neve atë kontroll. Dhe unë jam spital privat për ta thjeshtësuar. Qashtë? Dhe unë kërkoj mjete për një X ndërhyrje kardiovaskulare. Ju mua mi lishoni mjetet. Ku përfundon bashkëpunimi mes fondi? Neve vetëm kontrollojmë se nëse kemi lishu për 8 operacione në vjet, a janë bërë 8 operacione. Veç numrin, a është realizuar? Nuk ndërhim në ato se nuk jemi kompetent që të... Pikërisht për këtë arsye, zotëri Lemani, thashë se çfarë duhet të ndryshohet, çfarë duhet bërë, çfarë ndryshime duhen bërë për të tejkaluar të gjitha këto mangësi që i keni në legjislacion. Është çështje komplekse ku... A ka gatishmëri për të ndihmuar dikush si fond në këtë betejë? Është çështje komplekse ku Ministria e Shëndetësisë duhet të ndikojë që se propozues për çdo ndryshim propozon rregull të ne propozon Ministria e Shëndetësisë. Sepse si popull, si popullat, si publik, si qytetar të këtij shteti, drejtësia nuk përfundon nëse verifikojmë se Recep Qamili e ka keq përdorur një pushim mjekësor, po përgjithësia dhe mësimi që do ta marrim nga përgjithësia e tillë, qoftë në rastin e pushimeve mjekësore, qoftë nga ndërhyrjet të panevojshme kardiovaskulare. Pra, pikërisht për këtë arsye, kjo intervistë është në këtë drejtim, se çfarë duhet bërë? Ju thash edhe më parë, inspektim profesional neve nuk kemi të drejtë të bëjmë, ato të drejtë i ka... Sepse ligji nuk e parashë. Qashtu. Ligji nuk e parashë. Kështu që neve vetëm nëse kemi
lëshu buxhet për 8 operacione, duhet vetëm të kontrollojmë a janë bëhet 8 operacione apo nuk janë bërë për këtë vit. Nëse s'janë bërë atëherë duhet ai buxhet ose të kalojë në vitin tjetër ose nuk keni kompetenca dhe të drejtë të thirrni përfaqësuesit e spitalit. Jo. Zotëri Rimani, unë e kaq pyetje pata për këtë intervistë. Nëse keni diçka për të shtuar që mendoni se ndoshta nuk i kemi trajtuar, mendoni se duhet të ceket, minutat në vazhdim janë për ju. Fondi është shumë kompleks, edhe për çfarëdo teme që të çelim na duhet nga një emision, por unë ju falemnderit shumë për ftesën, e kisha përfunduar me atë se qëllimi jonë është sistemi i drejtë, transparent dhe çdo herë në shërbim të qytetarëve. Faleminderit që morët pjesë në intervistën 1+1. Kënaqësia ishte ime. Ju faleminderit. Jemi në fund të kësaj interviste, njëra prej të shumtave në këtë rrugtim 6 sezonësh të këtij emisioni, i cili është ende në fillimet e tij, nëse e masim me jetë gjatësinë 59 vjeçare të programit Shqip në Sefrisin Publik. Pikërisht sot në të largëtën vit 1976 për herë të parë në eter u dëgjua fjala shqipe. Po ashtu, në një kohë më të afërt, vetëm 6 vite më parë, programi ynë nisi për herë të parë emitimin 24 orësh. Ndoshta duket se kemi ecur ngadalë dhe kjo mund të jetë e vërtet. Por po aq i vërtet është edhe fakti se kemi ecur shumë duke bërë çdo ditë betejë tona për këtë ditë. Emisionet dhe njerëzit të nderuar shikues ndryshojnë ndër vite. Ajo që nuk ndryshon këtu, që nga dita e parë është mota e jon. Servisi publik ekziston dhe do të vazhdojë të ekzistojë vetëm për publikun. Ne jemi këtu për ta bërë këtë moto realitet, njësoj si të gjithë ata para nesh dhe ata që do të na zavendësojnë në të ardhmen. Natën e mirë nga servisi juaj publik, urime për vjetorin dhe paqim fat të gjithë.